Faqja Na ishte dikur sjell sot historinë e një sportisti që nuk e fsheh kurrë identitetin e tij. Një histori krenarie, përkatësie dhe karakteri. Thomas Strakosha nuk fshihet. Përkundrazi, ai flet hapur dhe me zë të plot për atë që është. I lindur dhe rritur në Athinë, Thomas Strakosha është sot një nga portierët më të njohur shqiptar në futbollin evropian. Një profesionist i formuar në akademitë huaja, i rritur mes kulturash të ndryshme, por me rrënjë të qarta. Unë e respektoj Greqinë, thot ai, por origjina ime është nga Himara dhe unë jam krenar që jam shqiptar. Në një botë ku shumë zgjedhin të heshtin për prejardhjen e tyre, Thomas Strakosha zgjedh të flas. Ai rrëfen se shpesh takon fëmijë shqiptar në Akademinë e AEK-ut, të cilët i afrohen dhe i tregojnë me emocion se janë shqiptar. Kjo më bën krenar, thot ai, sepse për të, identiteti nuk është barë, është forcë. Historia e tij është e lidhur ngushtë me një emër të madh të futbollit shqiptar, Foto Strakosha. Babai, portier legjendar, shembull për breza të tërë dhe frymëzim i hershëm për Thomasin. Rrugtimi i tij nis larg stadiumeve të mëdha, te Apoel në Nikosia. Aty hidhen themelet e para të disiplinës dhe profesionalizmit. Më pas vjen Panionios në Athinë, ku talenti i tij fillon të marrë formë të plot. Por pika e kthesës ishte Lazio. Në Rom, Thomas Strakosha debuton si profesionist në Serie A, një nga kampionatet më të forta në botë. 9 vite me fanellën e Lazios, 9 vite përballë presionit, kritikës, pritshmërive dhe duartrokitjeve. Ai nuk ishte thjesht një portier në prapasken, ai u kthye në një shtyll të skuadrës, duke fituar besimin e tifozëve dhe respektin e futbollit italian. Pas një dekade në Itali, vjen një sfidë e re, Anglia. Te Brentford, Strakosha provon veten në një tjetër kampionat elit, duke treguar se niveli i tij është ndërkombëtar. Në vitin 2024, ai rikthehet në Athinë, duke firmosur për AEK-un, klubin ku luan edhe sot. Një rikthim në vendlindje, por pa u larguar kurrë nga rrënjët. Sot, Thomas Strakosha renditet ndër 5 portierët më të suksesshëm në 15 kampionatet kryesore evropiane. Vetëm gjatë vitit kalendarik, ai ka mbajtur portën të paprekur në 22 ndeshje në të gjitha kompeticionet. Shifra që flasin për qetësi, refleks dhe përkushtim. Por përtej statistikave, përtej fanelave dhe stadiumeve të mëdha, Thomas Strakosha mbetet një shembull i rrallë, një sportist që nuk mohon prejardhjen, një njeri që flet me ndershmëri dhe një shqiptar që e mban identitetin si nder. Faqja Na ishte dikur sjell histori që nuk harrohen, histori njerëzish që nuk fshihen, histori krenarie shqiptare. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.